Në rastin ton konkret, Kodi Penal parashikon që për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, në raste si ky, ku ka humbur jetën më shumë se një person, parashikohet që personi që ka shkaktuar aksidentin mund të dënohet deri në 20 vjet burg, që po ta shikosh është një, po themi, një vepër e ashpërsuar. Realisht është e ashpërsuar. Me 20 vite thoni që është e ashpërsuar. Po pra, po ishte 5 minimumi, 20 maksimumi. Dhe sigurisht pastaj dalim tek zbatimi i ligjit. Pra, kur instancat nisin të zbatojnë klauzolat ligjore, çfarë ndodh? Ne jemi një popull i cili, kur ndalohemi nga një i policisë rrugore, ndoshta të gjithë e dim që një nga pyetjet e para që policia na drejton është nga je, edhe çfarë profesioni bën, edhe ku jeton. Përse duhet të di polici këto pyetje? Pra, duhet të kuptojmë që jo vetëm ashpërsimi, po rregullimet duhet të nisin në të gjitha instancat, duhet të nisin me institucionet, sepse rasti në fjalë diskutohet që personi ka vajtur disa herë në dyert e policisë, është denoncuar disa herë dhe masat nuk janë marrë, pra diku institucionet kanë çeduar. Nga ana tjetër, sa i takon ndryshimeve në kodin rrugor, parashikohet që kur personi drejton automjetin në rrugën në gjendje të vdehur, hiqet leja e drejtimit për 1 muaj, për 3 muaj, për 6 muaj, për 1 vit apo për 2 vjet, në rastet kur konstatohet që ka konsumuar deri në 1,5 gram për litër alkool. Ndërkohë klauzola që parashikon më shumë se sa kaq është krejtësisht evazive. Nuk duhet të harrojmë që ka shtete të Bashkimit Evropian si Gjermania, Franca, të cilat e heqin të cilat e heqin lejen e drejtimit të personit i cili drejton mjetin nën efektin e alkoolit apo nën efektin e lëndëve narkotike, e heqin përjetë. Dhe mënyra për ta marrë atë sërish, rikuperimi i lejes